Kjo nuk është thjesht një lutje, është lutja që profeti Muhammed a.s. e thoshte në sejdë, momenti kur njeriu është më afër Allahut. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. O Zot, më fal të gjitha llojet e mëkateve, mëkatet e vogla dhe të mëdha, të hershmet dhe të tashmet, të dukshmet dhe të padukshmet. Thuaje këtë lutje çdo ditë dhe shpërndaje që edhe të tjerët të përfitojnë. Kjo nuk është thjesht një lutje, është lutja që profeti Muhammed a.s. e thoshte në sejdë, momenti kur njeriu është më afër Allahut. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah,